punë nga e cila më shkëputën pa drejtësisht dhe pa besisht. Ata që donin të më shinin me pranga nduar dhe jo me lopatën. Me gjykatën kushtetuese, por shqyrtohet në seancë publike ankimimi i Erion Veliajt për shkarkimin nga detyra si kryebashkiak i Tiranës. Seanca nisi në orën 10 dhe i pranishëm është edhe kryebashkiaku Veliaj, që shfaqet për herë të parë në publik që prej arrestimit në 10 shkurt. Veliaj mbrohet nga dy avokat Ermal Yzeiraj dhe Alban Dokushi. Sipas Veliajt, procedura e shkarkimit u bë me urgjencë dhe drejtori Gishtin nga Këshilli i Ministrave duke thënë se ka shkelur ligjin. Nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk di ç'kam bërë me atë vendim. Kjo akuzë nuk më lëndon për fjalën dhe shkresat e shkreta që ka prodhuar, por për pa drejtësinë që ajo përfaqëson. Veliaj tha se u ndje shumë i fyr nga bashkëpunëtorët e tij socialistë që kërkuan shkarkimin e tij nga detyra e kryebashkiakut të Tiranës, me pretendimin se nuk ka qenë për më shumë se 3 muaj prezent në detyrë. Veliaj nuk i ka kushtyer thumba ndaj ish kolegëve, teksa u shpreh se lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk di çfarë kam bërë me atë vendim. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk di ç'kam bërë me atë vendim. Kjo akuzë nuk më lëndon për fjalën dhe shkresat e shkreta që ka prodhuar, por për pa drejtësinë që ajo përfaqëson. Më pas Veliaj theksoi se shkarkimi dhe izolimi i tij ishin politikisht të motivuara.